E komendje në kuadër të fushatës për policimin rrugor dhe rritjen e sigurisë në rrugë, zhvilloi një aktivitet sensibilizues për këmbësorët dhe përdoruesit e biçikletave në qytetin e Shkodrës. Në qendër të kësaj nisme, u organizua një ekspozitë në terren ndar të rrugë me aktorë të cirkut, që synonin të përcjellnin mesazhe ndërgjegjësuese mbi respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor dhe kujdesin në lëvizje. Është një nismë e cila kena ndërmarrë për disa muaj, në bashkëpunim edhe me policinë me policinë e shtetit, me aktivistat, me shkollat, e ndryshme me kopshtet, sidomos dhe gollanë mesazhin e bukur. Në kuadër policimit rrugor, i mbështetur nga ambasada suedeze, një nismë e cila është për sensibilizu qytetarët, me sensibilizu kamësorët, ata që ecën me bicikleta, ata që ecën me makina, për sigurinë rrugore. Që trafiku është rrit, kursitë e bicikleta janë bë edhe më tepër për fatin e mirë të qytetit tonë. Kursit janë rritje, për problematikat e makinave janë të pasur edhe më shumë. Shkodra prej vitesh nuk ka pasur ndryshim urban, për fatin e mirë ta shohin që duke u rrit kursit e biçikletave për problemet bane më të mëdha. Nuk ka kur pak për me pas me ndërgjegjësu qytetar për sinjalistikën, edhe jam më larg se sa pamë që ndodhen dy aksidente të vogla, edhe pse ishin me polici ose ishin me aktivista. Qytetarët duhet me kanë më ndjeshëm, jo vetëm sigurisë njerëzve të tjerë, por edhe vetes, sepse nëse ndodh një aksident ndodh për dy palët. Ndërkohë, drejtuesi e komendje Mirsad Basha tha se edhe gjobat ndaj kombësorëve dhe përdoruesve të biçikletave mund të ndikojnë pozitivisht në rritjen e ndërgjegjësimit dhe kujdesit në rrugë. Patjetër, duhet sa më shumë nisma të tilla prej organizatave, prej shkollave, prej policisë, prej institucioneve, por faktikisht nuk duhet të mungu as gjoba, edhe policia duhet me kanë sa më tepër me reagu, jo vetëm për gjobat ndaj makinave, por pse edhe ndaj këmbësorëve, edhe sidomos ndaj biçikletave. Ne me tamam që mbrojmë biçikletën, por ata që ecën me biçikleta nuk duhet mesën për trotuare, nuk duhet mes te pjesa rrugës sepse rrezikojnë edhe jetën e tyre. Aktiviteti u mbështet nga ambasada suedeze përmes programit policimi rrugor dhe u realizua në bashkëpunim me policinë bashkiake dhe policinë rrugore. Kjo nismë vjen si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të reduktuar aksidentet dhe për të promovuar lëvizjen e qëndrueshme në qytetin e Shkodrës.